Flasim vazhdim për shtetin shqiptar që ka mundësi të antarësohet në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Këtë konfirmoi shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas gjatë vizitës në Tiranë, por hyrja në BE nuk do të jetë e mundshme për Kosovën dhe Serbinë nëse nuk i normalizojnë raportet mes vete. Pas 5 vitësh është fort e mundshme që Shqipëria të jetë antare e plotë e Bashkimit Evropian. 2030 si vitin objektiv realist të hyrjes së shtetit shqiptar në BE, kjo nëse kryen reformat e nevojshme, e konsideron dhe shefja diplomacisë së bllokut Kaja Kallas. Derisa qëndroi për vizitë në Tiranë këtë të martë pas takimit me kryeministrin Edi Rama, ajo tha se Shqipëria ashtu dhe BE-ja në këtë proces kanë punë për të kryer. Shqipëria ka një agjendë ambicioze që të mbyll negociatat për antarësim në këto 2 vite. Dua të them se nuk ka rrugë të shkurtër në procesin e antarësimit dhe se është vitale mbajtja e nivelit të lartë të reformave. E di që reformat janë goxha të zorshme, por ju e keni mbështetjen tonë të plotë. Nga ana e tij, shefi i qeverisë shqiptare thotë se shteti i tij po shkon drejt jetësimit të vizionit që qytetarët e Shqipërisë pas 5 vitësh të mbajnë pasaportën e BE-s. Ne kemi të domosdoshëm unitetin dhe stabilitetin e të gjithë rajonit, ku fatmirësisht të gjitha vendet kanë synim të shpallur strategjik antarësimin në Bashkimin Evropian. Në këtë lloj turi diplomatik, procesi normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi mbetet temë diskutimi e pakapërcyeshme. Natyrisht ne diskutuam zhvillimet rajonale dhe unë vërtet e çmoj këshillën dhe komentet tuaja për situatën e Ballkanit Perëndimor. Kur bëhet fjalë për Kosovën dhe Serbinë, e rëndësishme është se nuk mund të ketë asnjë përparim pa normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes këtyre 2 vendeve. Gjatë vizitës Kallas në Tiranë, u nënshkrua një marrëveshje në vlerë prej 90 milion eurosh për financimin e projektit strategjik të hekurudhës Durrës-Rrogozhin, pjesë e korridorit 8. Ajo e quajti këtë projekt me rëndësi të madhe rajonale evropiane, përderisa u mbajt dhe takimi dialogu strategjik për mbrojtje siguri. Kryediplomati evropian zhvilloi takim me presidentin Bajram Begaj, përderisa pas Shqipërisë, Kallas zbarkoi për vizitë disa orëshe në Bosnjë Hercegovinë. Bashkimi Evropian